kontrolluar, pra një transformim I cili do të përfshin të gjithë sektorët, edhe politik, edhe diplomatik, por në veçanti transformimin e kapacitetit ushtarake nga një strukturë ideologjike siç janë Garda Nacionale e Iranit në një ushtri pastaj të kontrolluar, domethënë me kontroll civil demokratik, që besoj se do ta kishte rolin siç e kanë gjitha ushtritë e botës, pastaj tendenca për ta hapur Iranin, ta shpëtojnë nga një izolim ekonomik dhe sanksione shumë vjeçare dhe ta integrojnë në tregjet ndërkombëtare duke I prishur monopolet e të azama akterëve tjerë që kanë interesa dhe interferojnë në rajon për përfitimet veta duke e përkesuar në vazhdimsi ose mbajtur të përkesuar jetën e qytetarëve atje siç janë Kina, Rusia, India, tjera shtete. Dhe një tendencë pastaj edhe për t'ju treguar vendin edhe disa shteteve ose për t'ja uhequr dilemën një herë për gjithmonë disa shtete të Bashkimit Evropian, të cilat ende mundohen të ruajnë interesa duke u kthyer në një stabilitet, liri, drejta të tjera, por që deri më sot nuk ka dhënë efekt pa përdorimin e saj që quhet forcë. E kontrolluar një tendencë pra që në rend të parë të provohet atje një deeskalim I kontrolluar që nënkupton një projekt I deterencës amerikane që përfshin atë presionin ekonomik dhe ushtarak që do të çonte në lëshime graduale dhe një reformatim të marrëdhënieve dhe një reformatim edhe të komplet pushtetit politik të Iranit. Nëse unë mendoj se varianta e dytë është një përshkallëzim I kontrolluar apo një si them incidente kontrolluar ku do të ketë goditje precize që forcat amerikane I kryen to me një precizitet kirurgjikal, kisha me thonë, dhe një pastaj për ta kufizuar apo mos lejuar të shkohet në një luftë të përgjithshme, pra do të ishin një përshkallë incidente që I kontrollojnë SHPA, goditja e aseteve kyçe të Iranit për ta paftësuar edhe mënyrë energjetike, por edhe rrugëve energjetike mbi të cilat kanë përfituar aktorët të cilët e kanë suportuar si proxy Iranin dhe pastaj kjo pastaj ka shpërndarë në këtë lindjen e mesme. Për konflikti hapur rajonal mendoj se do të ishte katastrofal për gjithë, do të kishte implikime serioze në nivele globale dhe do të cënonte apo do të ndikonte tërë arkitekturën e sigurisë në rajon. Ajo çfarë është parë dhe është si them ofertë të cilën mendoj se regjimi janë duhet devjerë. Unë mendoj se tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të provojnë gjejnë forca politike brenda Iranit, të cilat kanë një frymë reformiste të modernizimit të jetës atje me standardet e vendeve demokratike dhe pse jo, na kemi precedentet e rënies të diktatorëve të vendeve të ndryshme në këtë pjesë të Azisë dhe ju keni pasur se diktatorët zakonisht kanë përfunduar nga revolucionet demokratike brenda shteteve të tyre apo siç mund të quhen groshtete moderne të kontrolluara politike përmes këtyre forcave të moderuar që unë mendoj se do ta shemin atë regjim e pastaj do të kthehen tek një projekt ekonomik që është në skeç që presidenti Trump e ka bërë ditur që nga goditja e parë që I bëri atij centralit bërtamor ku dyshohet për atë uraniumin e pasuruar në përqindjen e patolerueshme për vende të tilla që janë të kontrollueshme në aspektin e sigurisë globale dhe përdorimit të armëve bërtamore, e që do të ishin katastrofale për njerëzimin. Unë mendoj se këtu tani kjo logjika klasike e deterencës që përdorin SHBA nuk ka kurfar ambiguiteti strategjik dhe nuk do të lejojnë aventura ushtarake që mund të pretendojë Irani, sado që po flitet për kapacitetet ushtarake të Iranit ku ta diun, unë e di që ato për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përbëjnë, mund të ndodhin goditje, a kupton se për shembull nëse lëshon 1000 raketa në drejtim të Izraeli posedon edhe modelin më të ri të sistemit mbrojtjes raketore siç është THAAD, po ka ashtu ka edhe disa sisteme Patriot, të cilët mbase nëse lëshon një herë është 1000 raketa me goditje, domethënë në distancë apo të afërt apo të mesme, mund të eliminohen shumica atyre, po disa mund të përtojnë, siç ndodhi goditja në shkretira të një bazë ushtarake. Mirë, po këtu pastaj do të kenë pasojat e veta, konsekvencat që unë mendoj se I bardh vetë regjimi I Iranit. Dhe çdo presion që do mund bëhet, pra nëse nuk shoqërohet me një si them perspektivë zhvillimi me një projekt ekonomik që do ta stabilizonte pastaj në aspekt ekonomik Iranin, ka me rreziku prodhimin e një konsolidimi represiv atje, pra jo transformim, sepse ju përshifni tendencën e këtyre regjimeve gjithmonë është të reinkarnohen, pra nga
Khomeini vjetër, biri, pastaj gjithmonë ruhen ato strukturat e vjetra dhe pas një kohë ka një rikthim. Zatën kjo është natyra e gjitha revolucionit që pastaj në kundër revolucionit rikthehen po të njëjtat forca. Ajo çfarë është shpresdhënëse për situatën është se Shtetet Bashkuara të Amerikës atje kanë kriju një supremaci edhe ajrore dhe të sistemeve raketore, edhe për luftë kundër sulmeve raketore, por edhe për luftë direkte. Pastaj ka një prani të madhe detare, e cila është një preventiv në xhirin persik, një fuqi që tashmë është demonstruar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka një angazhim të aftësive C4 ICR që quhet SHBA, pra një sistem i kombinuar mes inteligjencës, vëzhgimit, kontrollit edhe alarmimit, një komandim kontrollit dhe kompjuterit e tjera të diun ato sistemet teknologjike që sot janë më të avancuar nga SHBA dhe besoj që nuk lënë shumë hapësirë për kurfar suksesit të forcave iraniane. Unë mendoj se në vlerësimin tim edhe si ushtarak, çdo skenor i mundshëm i sulmit iranian është i parashikueshëm. Edhe neutralizimi i tij mund të realizohet me efekte minimale në drejtim të SHBA-ve, bazave të ushtarake apo dhe aleatëve të saj në rajon. Qartë, por zot Berisha ka një plan me 15 pika, por sigurisht që këtu ngrihen dhe shumë pikë pyetje. Pra pse Izraeli e konsideron të pamjaftueshëm planin amerikan për ndalimin e kësaj lufte dhe nga ana tjetër mendoni se po vepron Izraeli me nxitim nga frika e një marrëveshje që ndoshta nuk i shërben vetë interesave të saj? Tani shipe, Izraeli është samari, kushtimisht ta quajnë në zhargonin tonë popullor, samari mbi cilin hakmeren vendet Iranit dhe vendet proksë rreth Iranit, por rreth Izraelit, për shkak të presionit dhe intervenimit amerikan si superfuqi botërore me supremaci dhe që ka një kurs transformimi tashmë veç të përgatitur. Kështu që unë mendoj se Izraeli është në të drejtën e vetë në qoftë se flasim për mbrojtjen e identitetit shtetëror dhe kombëtar në lindjen e mesme. Mirë po, mendoj se duhet ta presin ose duhet të i bashkërendojnë veprimet e veta ushtarake me kursin amerikan. Sepse një proces post-konflikti është jetik për reforma të thella në sektorin e sigurisë të Iranit. Dhe këtu besoj se do të përfitojnë jo vetëm vendet rajonit, po edhe vetë Izraeli, i cili ka arsyet e veta. Unë mendoj se një transformim i tillë do të përfshijë mas pari reforma të avancuara sa i përket sistemit të sigurisë dhe modernizimit ushtarak, pra transformimin nga një forcë ideologjike në një forcë kombëtare profesionale me kontroll civil, ose në aspektin reforma vrale që duhet përfshirë në sektorin sigurisë dhe atë politik nëse pranohet deterenca amerikane, të cilën duhet ta mbështesin gjitha vendet aleate, qoftë ato të bordit të paqes, por edhe shtetet që synojnë paqen globale, siç ndodhi një qendrim shumë racional dhe i mirë që pati edhe kryeministri i Shqipërisë dhe prokuroret e politikës amerikane në rajon. Unë mendoj se duhet mbështetur dhe duhet shtyrë përpara politikat e reformave të thella, jo vetëm ushtarake, por edhe politike, dhe në qoftë se pranohet deterenca, pra deterenca e ka është një instrument, një mekanizëm që konfliktin e mban në nivelin e presionit, pa e përshkallëzuar në intervenime ushtarake. Edhe kjo do të ishte pastaj e mirë, jo vetëm për Iranin, por edhe për rajonin, dhe mendoj se doktrina apo boshti doktrinor i politikës jashtme amerikane, forca për paqen, është pa një ofertë politike, pas atij presioni ushtarak dhe deterues, është mundësia e një radikalizimit brendshëm, sepse kjo është edhe loja e propagandës që bëhet jo vetëm nga brenda Iranit, por edhe aleatëve të saj apo suportuesve të saj, siç janë Rusi, Kinë e tjera, dhe mund mbetet ai konsolidimi institucional mund të jetë represiv në nivelin shumë të lartë dhe që besoj se atë mund të jetë edhe stabilitet afitgjat. Po merrem eksperiencën e Tazan të Afganistanit dhe kthimin e talibanëve pas 20 viteve në regjim. Mendoj se këto janë, si më thënë, standarde të cilat duhet të kenë konsiderat edhe vetë Izraeli. Fuqia sot në rrethonat ndërkombëtare së frajimi nuk matet vetëm me kapacitete ushtarake, por me aftësinë
për të kontrolluar atë përshkallëzim që mund të ndodhi në rajon nëse Irani nuk i nënshtrohet ultimatumit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe aftësia për të menaxhuar krizën që atje veç po zhvillohet, por edhe aftësia për të imponuar ato rezultatet strategjike të çfarëdo dialogu që mund të zhvillohet ose forme me të cilën ata do të arrijnë ta shambin këtë regjim, se fakti veç vrasja, eliminimi e 21 generalëve në një afat rekord tregon se Shtetet Bashkuar të Amerikës me angazhimin e aftësive të C4 ICR-it kanë arritur që ta kenë në kontroll në aspektin inteligjent komplet zhvillimet në Iran, dhe këto janë tregues se do të ketë mundësi që të imponoj edhe rezultatet strategjike të një dialogu, por atje duhet me parë situatën jo vetëm një përplasje të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Iranin, por edhe të tërë arkitekturës së sigurisë globale dhe dominimit amerikan mbi sistemin ndërkombëtar. Zatën kjo do të jetë edhe, si them, objektivi final, sepse nuk mbetet bota e asaj pjesë të territorit apo aty në kalkulimeve euroasiatike që shënojnë Rusia dhe Kina, të mbetet në dominancën dhe influencimin e drejt për drejt të Rusisë dhe Kinës. Që të trija këto, Rusia ka